perceptimin dhe mbi të gjitha sinqeritetin tuaj. Do jemi emrat e 2 fermerëve që ju janë dukur më të sinqert. Fermeri që do të marrë më shumë vota, do t'i plotësohet një dëshirë. Soja Viagra. Momentin më i vështirë në jetën tënde. Hum janë personi që kam dashur. Domethënë më hum se ka dek, po nuk jam mamëve. Cili është vesi që të vën në dukje të tjerë? Fakti që nuk e shpreh shumë dashuri. Më i sinqerti më duk Romiri edhe Gjesi. Moza dhe Romiri. Do theja Romiri, se pati shumë presion për ta mbyllur atë gjë mirë dhe prapë se prapë edhe përgjigjet e veta i dha të sinqerta. Pak më interesante ishte e Romirit dhe Tenit. Kur biqi madh, dhe pengu im ishte që unë nuk jam gjendur aty në spital për shkak se kam pas prova në teatr. Çfarë të frymëzon të jesh versioni më i mirë i vetes çdo ditë? Në aspektin personal është dashuria. Por ka diçka se ndonjëherë dhe studum, s'ke çfarë bën, në mesazh bëhet, është edhe perënia. Cila është dhurata më e bukur që ke marrë ndonjëherë? Dhuratë për mua është i mbirë. Jonida, sepse e njoh, ja di shpirtin edhe all the things she said are on point. Për mua më i sinqert është Indri, edhe Feri. Do zgjedhë Romirin për arsye sepse kishte pyetjet pak a shumë të përafërta dhe ishin gjitha përgjigjet në të njëjtin topik, kështu që make sense të gjitha përgjigjet që ai tha. Shkruar me 3 fjalë personin që të pëlqen më shumë në ferm. Po them Tenin, ti është duke shumë djalë punëtor, korrekt, edhe shef Terezinë vet me nefergist. Noshta. Para do të thosha Ola, visi sepse është pak shumë, e ne është natyrë gazmor, e ne i qetë, e ne dha ca përgjigje që ishin si tush normale. Kush ka qenë personi më me ndikim në jetën tënde? Ime më. Më pak të sinqertët. Dona? Dona thjesht më du nga përgjigje, do më thënë që thoshte sa të përgjigjem edhe kaq. Dona, nofta? Sara edhe kaq. Blerina, s'm duket as i fije sinqert. Kjo vajza tjetër Sara, thjesht ka ardhur këtu për me reklamu veten se duhet se s'ban me njoft. Normalisht të shëllë ka nevojë me shtu ato followersat e vet. Teni mu duk sikur njerë devijoj që s'po mbante më të gjëra. Edhe Moza mendoj që i ktheu disa përgjigje jashtë realitetit të saj. Moza, Dona. Qëra që lash për valizje. Dhe do t'ale prapë. Jon kon Blerina edhe Jonida. Prej moshës që e kanë edhe karrierës edhe eksperiencës jetësore, menoj që kanë mujtë shumë a shumë sinqerta me konë. Në keni kam bërë biset, po ndoshta nuk kam shumë kimi. Nuk mendoj që ka një më të sinqertë aty se unë. Tani unë i kam në duar, pas votimit tuaj, rezultatet e sinqeritetit, nëse mund të shprehemi kështu, dhe janë në fakt 2 emra ata që kanë fituar. Por para sa t'ju tregoj se për kë bëhet fjalë, dua t'i marr një koment opinionistëve tanë në lidhje me sa sinqeritet ka patur në ferm këto ditë dhe në mënyrë të veçantë në këtë lojën që u bë. Unë besoj që nëse sinqeriteti do ishte njeri, kjo është Moza. Mendojnë që Moza është më e sinqerta. Po. Satish është e sinqert edhe ja na shkalon disa gjëra në formë shumë diplomate. Shiko, ajo është në nivelet e një gjenie që është shumë naive për disa tema, të cilat nuk i interesojnë fare, nuk janë ke fusha e saj interesit, edhe është zero, është si një nivel në Einstein-i Moza. Si puna e Prime-it. Si puna Prime-it, që asë do me ditë fare, asë që bëhet, asë kush është. Faleminderit e njëri. Unë do thoja që janë akoma pak në atë petkun e ditëve të para, edhe është pak e vështirë të lëshohesh, ose ti japësh të gjitha sekretet e tua, kështu që pak të alternuara, disa përgjigje, disa të tjera pak më të lirshme. Ndoshta mendoj që Moza dhe Romiri, për shkak të eksperiencës jetësore, kanë arrit në atë pikë sa e din që sa gjëra as nuk ja vlen ti mbash sekret, është më mirë ti thuash, sepse disa të vërteta janë shumë të bukura, edhe ka shumë njerëz që kur i dëgjojnë frymëzohen nga të vërtetat e të tjerëve. Moza dhe Romiri. Po. Ju jeni fituesit e kësaj sfide, nëse mund ta quajmë.